Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Afdalu salati wa tamu taslima ala al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falenderojmë Allahun e Madhërisht, salavatën mbi pejgamberin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit, e më pastaj të ndershëm vëllezër të pranishëm. Vazhdojmë edhe me tutje të shoqërohemi me fjalët e Allahu xhel xelaluhu, me konkretisht me robët më të mirë të Allahu xhel xelaluhu, të cilët Allahu i ka konsideruar dhe cilësuar si rob të veçantë të Allahu xhel xelaluhu. Prandaj edhe i ka quajt rob të gjithëmëshirshmit, ibadur rahman. Sigurisht të ndershëm vëllezër që siç kemi promovuar edhe në ligjëratat e kaluara, çdo pjesë e Kuranit, madje çdo fjalë, jo vetëm fjali, por çdo fjalë ka synime të veçanta. Prandaj Allahu ka mujt me i quajt me emërtime të ndryshme këto grupe ose këto kategori që Allahu xhel xelalu i ka përmend në suratul Furqan, por i ka quajt robërit e të gjithëmëshirshmit. Allahu din më smiri, por nga ajo që mund të nxjerrim të ndershëm vëllezër, por Allahun ka qenë lehtë të thotë të në rob të Allahut, ibadullah, ose me specifiku ndonjë cilësi të tij të veçantë. Mirë po, kur i ndërlidhemi citatet njëra me tjetrën, me atë çysh i ka cilësuar Allahu, del se citatin të cilin jemi duke komentuar citatin 71 të kësaj kapitine, sikur nxjerrim se këta robë të Allahut kanë nevojë për mëshirën e Allahut. Kanë nevojë me i falë Allahu xhel xelaluhu, kanë nevojë që Allahu t'ua pranon pishmanllakun e tyre, tobën e tyre, pendimin e tyre. E Allahu e din më së miri. Prandaj pra, prej cilësive të robëve të mirë të Allahut është që në vazhdimsi i shoqëron tobja, pendimi, istighfari, kërkim falja. Pra të ndershëm vëllezër, në asnjë formë, në asnjë rast, nuk do duhej ne si praktikues të ndihemi imun nga tobja. Ne fillimisht që falemi, e lutemi, e mundohemi të jemi pranë kërkesave të Allahu xhel xelaluhu, vazhdimisht do të na shoqëron tobja, sepse tobja na pastron më mirë se detergjenti që i pastron rrobat tona. Unë në mënyrë figurative po e them këtë, jo me krahasu. A do të kish pas qef dikush prej neve sot me ardhur në xhuma me rroba të punës të përllëmta. Të përllëmta, nuk po them të pesta, po të përllëmta, që ke punu një javë, 2 me to. A kishe mujt me ardhur sot në xhuma me fal xhuman? Po besoj që jo. A kishe mujt me shku në darsën djalit tënë që ashtu, ose të vajzës, ose të një mikut? Me që atë tesha, a kishe mujt me shku? Sigurisht që jo. Pra, na kështu du të me kuptu këtë çështje. Mbrendia jonë du të me qenë ma e pasur se tesha tonë. E çka na bën neve të paqët? Tobja. Tobja, pendimi, nuk aludon në asnjë formë që na i melaqë. Na bëhemi me laqë. Jo, nuk bëhemi me laqë. Nuk bëhemi enjoy. Veç se pastrohemi, vazhdimisht. E pra nëse qështu na shoqëron tobja, qështu bëhemi rob të Allahut. Në asnjë formë nuk themi na njëherë na pendu, ja kom nis me fal tash, çka do që të gaboj u krymo. Jo, vazhdimisht na shoqëron tobja. Vazhdimisht istighfari e kështu me radhë. Allahu xhel xelaluhu në citatën 71 të suratul Furqan thotë: وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. Ai i cili pendohet dhe vepron vepra të mira, pendimi i tij pranohet. Allahu kështu po thotë, pasi ti përmend shumë nga robërit e tij, pastaj në ligjëratën e kaluar i kemi numëruar disa mëkate. Allahu ka përmend 3 mëkate, po kemi thënë këto mund të jenë për shkak se janë prej mëkate më të mëdha, paganizmi, mbytyja e njeriu, imoraliteti, por dietarët islam thonë që këto janë në mënyrë figurative të përmendura, por ndryshe hin këto gjënohat.
Robët e mirë të Allahut largohen nga mëkatet. E tash, me që pra nuk jemi me laçe, nuk jemi enxuj, gabojmë, atëherë duhet na shoqëron për tobja, për më na pastru që na me qenë thamë më të pastër se sa garderobën që kemi në trup. E Allahu po na garanton. Allahu po na garanton. Kjo garancion i Allahut, sigurt. Allahu kush pendohet, por ky ni si harriç i radhës. Por edhe për neve, po edhe për ata që po na ndëgjojnë, që ende s'e kanë mësuar namazit e xhamis, ende po hezitojnë me shku në drejtim të Allahut. Allahu po thotë, qysh të qysh jeti, me qëto gjunahe veç pendohen e të pranoj. Ky është një sihari që i veçan pra pejanës e Allahut xhelle xhelal. Këtë citat e kam shpjegu në ligjëratën e kaluar, po kemi mbet me i shpjegu kushtet e tobës, kriteret e pendimit. Me qëllim që tjetë një përkujtim, sepse kjo dën ligjërata me i fol kushtet, kriteret e pendimit, por po i ceki kështu së shpejti me qëllim që të paktën ta e përkujtojmë vetvetën dhe ata që na përcjellin. Në radhë parë kemi kushtet që i përkasin Allahut, që janë drejt për zdrejti me Allahun, me krijuesin, dhe kemi kushte që kemi të bëjmë me njeriu, që na duhet mi kërku falje njeriut për më na pranu pastaj tobia. Në radhë parë kriteret në raport me Allahun xhelle xhelal është sinqeriteti. Kështu po them imami i të gjitha veprave. Sinqeriteti është imami i të gjitha veprave. Si të kemi sinqeritet në veprat tona, vepra ngjitet te Allahu, vepra pranohet te Allahu. E me që duhet me qenë sinqert namaz, në zekat, në xherim, haxhillak, çdo punë të mirë. Atëherë tobja hala më shumë e lyp sinqeritetin. Pse? Se na jemi të kërku më na ufshin që ai gabim. E nëse gabimi, gjunahi, mëkati, pra ka hezitim, ka dyshim, atëherë do më thani bie që nuk kemi pastru mirë nga mëkati. Prandaj do të më qenë sinqert veç për Allahun. Çit punë pela veç për Allahun, se Allahu nuk e don. E tani kimu çudit që është ndihmon Allahu me largu. Na jemi të vetëdijshëm që shpesh kur bashkë bisedoj me njerëz, përveç dietarëve që kanë shkruar libra për këtë çështje, kanë për shembull disa mëkate që ato mëkate, se mëkatet për mëkate vëllezër dallojnë. Janë disa mëkate që përzihen me gjakun e njeriu. Janë përzihen me gjak, do të thonë alkooli, droga, janë gjëra që e shoqërojnë trupin e njeriu. Nuk është ajo çështje që aty për aty kryhet. Vërtet kërkon këmbgulsi, sinqeritet të madh, ose edhe të tjera. Por në momentin që jemi të sinqert, përlotemi për Allahun. Sinqeriteti i dënë edhe qëto sene. E dënë mu përlot për Allahun, me lotu për Allahun, me shprej fukarallakin ton, varfërin për Allahun, mu përull, me thy vetveten, me përçmu vetveten, me nënçmu vetveten për Allahun. Qëto shenja jenë të mira që tobja është e sinqert. Pastaj, kushti tjetër kërkohet mu largu prej mëkatit. Mu largu prej mëkatit. Jo me bot tobe dhe me vazhdu me mëkat. Jënë disa njerëz dojnë valla po pres të ma qënë Zoti izën me lanë qitë gjyna. Ose të ma bjen Zoti izën me kry një obligim. E ndigjojmë këto për njerëzve. Pse filan s'po falish, po edhe për pres izën e Zotit. Vish të regam kur të vjen qaja se dhe mu më ka vyjnë edhe të tjerëve vish me ditë, a kina i paralajmërim të që të vjen apo qysh. Jo, këto e në krejt shybet shejtanit, këto e në cytjet shejtanit. Në momentin që ndëgjojmë një urdhën, qoftë që e lexon, ndëgjojmë për një hoxhe e kështu, ty visht ka ardhur iza për me kry qatë punë. Për ndryshe shpallja u kry, shpallja s'ka ma, nuk i vje kërkuj ma për qielli shpallje bën e qitë punë ose leje qitë gjuna. Në momentin që ndëgjon, u ngrit argumenti kundër teje, ose kundër atij personi që vazhdon të mëkaton. Atëherë pra, duhet me braktisë mëkatin. Por me braktisë mëkatin, pashtu tani janë do kriteret veçanta. Mos u involvo me ata që e bojnë qatë mëkat. Mos i shoqëro ata që e bojnë atë mëkat. Për shembull, nëse shoqëria është e devijune, alkoolçar,
mirën me drogë, mirën me vjedhje, vazhdimisht i shoqëron, është problem mu largu tani tipi alkoolit, ose prej drogës, ose prej disa mëkateve. Pra duhet me braktis mëkatin dhe ata që shoqërohen me te, që ti me qenë lartë tyre, gjithsesi që me ndru dhe shoqërinë në të mirë. Prej kriterëve është, kriterë tobës, me një keqardhje për mëkatin që kemi bën. Me një keqardhje, që kjo është ajo thymja që e ceka më herët. Pra, kur të kujtohet mëkati me një keqardhje, jo me dyshu, po me një keqardhje. Që kjo keqardhja është një lloj nxitje dhe motivimi që mos më afru më mëkatit, me qenë larg. E kanë përmend disa dietar, një shprehje kështu po e përmend në mënyrë popullore, kështu, që e përdor me një shoqëri, me u gërdit për gjunahit. Kur të gërditesh për gjunahit, mirë i ki punë. Pa u gërdit për gjunahit, s'monesh me lanë. Me tarë të gërdit për që ati gjunahit. Pse? Veç me ndohë që në mesin e miliarda njerëzve, kur Allah do të thirë o filan, o i filane. Edhe na e dim, personi e din të një gjunahin. Kur Allah do të na pyet, a ke bërë këtë gjuna? Tu ka dhënë mundësia me largu. Madje kanë ndëgju haxhallar të fol, pse si largu. Tani në këmbim, nëse se fal Zoti, në këmbim që soi tobës që se ke bën, të pret në dëshkimi. A ja vlen një gisht, jo një gisht krejt, jo një gisht krejt. Një maje të gishtit, a ja vlen veç një maje të gishtit me të djeg. Kurse ti ke pas mundësinë me bë tobën. Po hoxhën e smoj, ka dhe njerë që i paraprin të keqës. Une kam qef me lanë që të gjuna, po nuk muj. Fjala nuk muj nuk ekziston, se mës me mujt, Zotis në kishë obligu me këta. Kishë tonë, unë e di që jësë muni me botobe, s'po ju ngarkoj heq, rreni që sheni. S'ka s'muj, ka nuk du, ose halosim bind. E me se vano bindjen, sepse mund me të kushtu. Po ashtu, me vendos mos më u kthy më mëkatit, me bën jetë, mos më u kthy mëkatit. Kjo është pak më delikate, është pak më serioze. Me bën jetë, mos më u kthy mëkatit. Po ju ktheva mëkatit. Çfarë më bëu tash? Tash shejtani të rrigati. Thot ti monafik, ti hipokrit. Ke bë tobe, ta ka pranuar Allah, apo ti ke kthy. Mos ta pranon Allah. Shejtani që është thotë, jo Allah. Allah po të apet pëndohë. E ke bon katin për apet pëndohë. Për herën e 10, apet pëndohë. Pra kjo nuk t'jep kur farë të drejte ose legitimiteti që ti me përsërit në katin. Jo. Po nëse ende pra jetu përballë me ta, po shprejnë kështu thjesht, i në dy luftim me qatë gjuna, mos e nalë tobën. Tobën kur mos e nalë? Pse? Sepse ti në dy luftim me te, sa ma i sinqert, qaq ma shpejt e fiton betejën. Po nëse përsëritet mëkati, përsëritet tobën. Sepse tha shejtani të rrigati me qëti dyshime që s'ta falë të Zoti. E ka pedin këtë që s'ja falë Zoti, kurse Allah po thët, ai që pendohet dhe bën veprat mira, tobja e tij është e pranuar. Po ashtu prej kriterëve është mos me vonu tobën, pendimin, derisa vjen koha vdekjes, vjen shpirtin fyt. Shpirti fyt i bie çastet e fundit të jetës. Në çet kohë nuk pranohet tobja. Prandaj vëllezër, ky është mesazh universal që nuk do të thotë detyrimisht që me bani gjuna me bë tobe. Tobja bëhet për shkak të shkeljeve të mos kryesë urdhrave. Për shembull, unë tash po duam me shijim edhe në haxha dhe hutbja jon do të jetë me këtë temë. Dikush për shembull e vënë në haxhin pa arsye. E çka do të më bën tash? Këtu çka do të më bën për me arsye tu? Prap tobja. Tobja, sepse Allah na ka thirrë me kryeni urdhën, ti ndoshta i ke plotsu kushtet, edhe nuk ke kryen haxhin. Do të tobën, ose vjen bolesat e femra. S'ka arsye. S'ka arsye mos më mbulu. Pse mos më mbulu? Urdhën i Zotit është, jo i hoxhës, as i burrit, as i prindit, urdhën i Zotit. Arsyeja ka, burri se pengon. Po valla hajtë që edhe na i vjet, të plak në pak. Pra, na nuk e di mas pari që ka ndodhë,
Po tani edhe që ky vonimi për qiti momenti që mos ki arsye, deri te koha mbulesës, kuna i fakturohet që kje? Do të më fakturu dikujt, fakturohet ty. Unë po besoj, inshallah nuk kemi kësi burra, kësi bashkëshort këtu që vinë gjuma, edhe i pengojnë gratë me mbulu. Inshallah nuk kanë, pse neve na vinë ankesa. Na vinë ankesa. Po vëllezër do të me pas, unë qëllimisht i cejka këtë se kemi të bojmë me një farz të Zotit edhe me një mkat për mkatëve të mëdhaja. Mos mbulesa, është mkat për gjinohat mëdhaja. Mu bani një namazli, një haxhi, mu ba sebeb, mos mu mbulu gruja, me thonë alla burri s'po mlen, tani vallahi unë nuk di ti çu shfalesh. Nuk di, për shembull çu ti bjen Allah në sejdë, edhe i çon dur thua Zot bëma kabull çit namaz, unë nuk e di me çfarë guximi bën ç'kje. Prandaj vëllezër që këto gjëra do t'i pas në hatër dhe në kujdes. Këto ishin disa prej kriterëve më kryesore se përket hakut Allahut. Tani e kemi hakun e njerëzve. Nëse ke hin hak njeriu, do të më kthy hakun. Haki është moral e drejta, pra hak është e drejta morale dhe materiale. Nëse i ke hin hak dikuj moralisht, pra e ke fy, e ke ofendu, ose i ke sjell një problem, kërkoj halal. Në mënyrë të drejtë për drejtë, nëse mundesh, ose indirekt, ose thon dietarët me fol mirë për ta nëpër mexhlise. Fol mirë për ta, edhe kjo është e fshin qatë gjëna në raport me ta. Ose hakun material, i ke marrë pare, ose për shembull, mos e dhash Zoti po ndodhin këto, ja ke vjedh, ose i ke marrë borxhin që ke kthy, edhe s'nin hiç për borxhin e tij. Kjo e dyta tani na kap shumë gjën kap ky var muhabeti. Kun fol për këta shumë, apo do të më fol hala më shumë. Po bile këta e kisha ngushtu pak më shumë në rrethin tonë që të muhabet me bë. Jo për audiencë, kjo nuk ka për audiencë. Kjo nuk ka për ata që zvinë xhami. Në radhë por na kap neve që vim xhami, që lyp mi borx, edhe harrojmë tani. Jo që harrojmë, ne dim që i kena borx dikuj, po e na shliru, tash ty Allah ta bof çarën. T'ja veç parat mia e me që mi ke dhënë mua borxha? Që kjo është përgjigja absolute e atyre që marrin borx. Ato e ditë vëllezër që puna e borxhit që është rrezik i madh, sa që shahidit nuk i falet ky gjuna. Dëshmori si falet ky gjuna. Çështu ka thënë pejgamberi sa hak e besojmë na. Pejgamberi sa këtë fjalë hak e besojmë. Ka ardhur personi ka thënë ja Rasulullah, nëse unë vritna, çka ka për mua? Ka thënë pika e parë gjakut i fshin këtë gjunat. Si ka shkuaj, ka ardhur Xhibrili alayhis salam i ka thonë, ktheje çato edhe një herë, thoj përveç borxhit. Këtë fshihen gjunat përveç borxhit. Ka shumë hadithe tjera, argumente tjera, por kryesorja pra nëse i ke marr borxh, piçi tashti, jo nesër, piçi tashti, halo pa fol xhumaja, bën një jetë me ala borxhin çati personi. Nëse si ki paret, me thirr në telefon ma bën halal se ti kum vonu. Që ky musliman i mirë. Që kjo vëllezër, unë qëllimisht po du që të gjana mi trajtu se shumë çka kam për me fol. Po që të gjana të përditshme neve po na mundon cilësia ose modeli për të qenë modeli mirë i shoqërisë. Llogarit na me njëri tjetrin se kemi çit problem. Po nëse një namaz fals, një haxhi, një agjerus i ka marrë borx një personi që s'falet. Ai ty ti ka dhënë që dhënë dena me sy mshel paret, pse? Krejt numëran fshin që kjo së më të rathën. Apo? Me bu vaki, tani ti mësë mja këpi paret ati, të regam qëfar modeli jeti të qaj. A mund ishti më bo sebeb që a i mja njësë më falë? Jo, kur? Atëherë vëzër pra, përveç gjinahit na, e lamë edhe një gjumë të keqe pra, ose një ndikim negativ të këta persona. Pra gjithë qështë të ndeshën vëzër, qështë e pasurisë është shumë e ndishme. Puna e borxhit është shumë strikt në Islam, du të më shenu. Du të më shenu shifrat e mëdhaja që mirën, borxhi du të më shenu, sepse mund me vdek njëri prej tyre dyve pasardhësit nuk e dinë ose harrohet borxhi kështu me radhë, prandaj du të me kthy hakun që i takon. Sigurisht që ka dhe indikator ndihmues për me ardhur deri te tobja e mirë ose sinqert ose e pranueshme,
Për me artë tobja e mirë o vëllezër në radhë parë si shtyllë ndihmëse është njohja mirë e Allahut. Pa e njoft mirë Allahun xhelle xhelaluhu nuk muj me artë tobja e mirë. Kur ta njohim mirë Allahun, Allahu xhelle xhelaluhu mirë njihet si përmes emrave dhe cilësive të tij. Përmes emrave dhe cilësive të tij. Përmes asaj që e ka përshkruar Allahu në Kur'an vetveten, e ka shkruar pejgamberi sa. Sa më mirë ta njohim Allahun, aq më mirë domethënë i qasemi tobës. Pastaj gjithsesi që është një kriter ose një çështje shumë e rëndësishme, frika nga dënimi i Allahut. Frika nga dënimi i Allahut është një shtytës, një nxitës, një indikator që na ndihmon me shku ka tobja, kur e kujtojmë dënimin e Allahut, kur e kujtojmë madhështinë e Allahut, kur e kujtojmë që muj me hub shumë në dynjë dhe në ahiret si rezultati vonimit të tobës. Allahu xhelle xhelalu kur i lavdëron robët e tij të mirë thotë: "Walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allaha fastaghfiru li dhunubihim." Ata të cilët bojnë gjunahe. Këtu ka ardhur gjunahi i caktuar është që bojnë imoralitet ose me gojë, janë pa kujdesshëm në gjuhën e tyre, fyjnë, ofendojnë kështu me radhë. Apo i bojnë pa drejt vetvete, si shkelin normat që Allahu thret. Dhakarullah, e kujtojnë Allahun, fastaghfiru li dhunubihim, kërkojnë falje për gjunahet e tyre. Pra, qitajnë rob të mirë të Allahut xhelle xhelalu. Pastaj për frikën e Allahut, Allahu xhelle xhelalu në Kur'an na njofton duke thënë suratul Buruj: "Inna batsha rabbika lashadid." Kujto mirë se ndëshkimi i Zotit tënë është shumë i rrept. Në citatin tjetër thotë: "Nabi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna adhabi huwa al-adhabul alim." Njoftoj robët e mi, citat kuranor. Njoftoj robët e mi se un jam shumë fals. Anni ana al-ghafur ar-rahim. Shumë fals, shumë rahmetxhi. Ama njoftoj edhe se dënimi jam është i dhimbshëm për ata që nuk pendohen, nuk kthehen, vazhdojmë mëkate e të ngjashme. Po ashtu, shpresa në Allahun xhelle xhelaluhu na ndihmon shumë që ne ta e marrim rrugën drejt pendimit. Pra, shpresa në Allahun i bie që krejt ato shpërblimet që Allahu i ka premtuar, atë jemi të sigurt se Allahu xhelle xhelaluhu është ai që ka më na shpërbly për to. Allahu xhelle xhelaluhu kur flet e zbaton urdhrin e tij dhe Allahu xhelle xhelaluhu është garantues i premtimeve të tija. Andaj, të ndershëm vëllezër, kur i bojmë të gjitha këto bashkë, dalim me përfundim se nuk ban të evonojmë pendimin për çfarë do gjunahi që ne jemi pjesë e tij, ose nuk ban të evonojmë pendimin për çfarë do shkelje që bëjmë të urdhrave që jemi urdhëruar me i kry këto. Citatet në vijim flasin për kategori tjera të robëve të mirë të Allahut. Këtu po përfundojmë këtë gjërat. Lutim Allahun xhelle xhelaluhu që të na mundëson pendim të sinqert para vdekjes, që të na shoqëron pendimi, istighfari, kërkim falje në vazhdimsi, ti pranon Allahu për neve dhe ju të gjitha veprat e mira, na ruan nga mëkatet dhe çimet. Zoti shpërblet për vëmendjen. Alhamdulillahi rabbil alamin.